A e keni mendu ndonjëherë se nga vjen kjo like që e bëjmë ne nëpër video ose dislike? A e kuptojni këto njerëzit çka janë tu ba? Police verso. Çka është ajo? Gishtin ose poshtë ose nalt. Kujt ja bëjnë ata? Ja bëjnë gladiatorëve. Pse e bëjnë në këtë formë ose në këtë formë që gladiatori atë që e ka poshtë ta vrasë ose ta lanë gjallë. Cili jeton dhe cili vdes e vendos publiku, e vendos shumica. Pse ta vendosje shumica? Që vendimi të jetë legjitim. Dhe gladiatori në këtë rast mos e vrasë ndërgjegja me vendimin e shumicës se ka vrarë. Kjo çka është? Kjo krim. Dhe kur e vendosën shumica, faji nuk dihet se kujt i takon? Shumica. Ati, këti. Dënimi, vetëm se u shpërnda dhe me shpërndarje u zhduk, nuk ka ma krim. Kjo tabel neve na tregon një gjë. Nëse don ta bësh një dëm, një krim dhe nuk don të dënohesh, atëherë mjafton që mas vetes tande të mbledhësh një shumicë, ta mbledhësh masën. Nëse e bëjmë në emër të shumicës, atëherë nuk ngelet ma dëm ndërmjet. Nuk ka ma dëm. Kur ju pyeta në fillim se a e dini prej ka vjen like-i edhe dislike-i. Prej kësaj vjen. Ne që bëjmë video, ne që bëjmë foto, që jemi gjithmonë me masën, që duam like edhe dislike. Dënimin ton, dëmin ton, nuk duam që të na hajë ndërgjegja. Ju e pëlqeni. Njerëz të cilët unë as nuk i njoh, as nuk i kam pa në jetë, njëjtë edhe kolegët e mej. Presëm like-a për gjëra të këqija të cilët ne i bëjmë. Se prishim një familje, nuk na intereson fare, thjesht ta marrëm një like. Pse? Po në momentin kur do e marr unë një like nga shumica, atëherë nuk ngelet ma krim. Do më uroni nëpër komente, bravo, të lumt. Ti je zoni i popullit. Ti je zoni i popullit. Vetë na krijoni. Police verso. Të jetoje ose të vdese. Sot është të vdese ose të jetoje. Like. Pëlqenja video.